emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni, të nderuar shikues. Presidenti autokrati Serbisë Fqinje po jep paralajmërime se do të ndryshojë rrjedhën e lumit Iber që me konventa ndërkombëtare përbën një incident të rënd e krim të rënd nëse ai operon me këto plane. Dhe mbi këtë temë dhe nacionalizmin e vjetër e të ri, sido që ta quajmë serb, që po kërcënon stabilitetin dhe paqen në rajon, do ta diskutoj me ushtarakun e karrierës Hysen Gecaj. Mirëmbrëma, zoti Gecaj, faleminderit. Mirëmbrëma, mirësegji. Si cilësoni këto deklarime të zotit Vučić në prag të një orvatje të tij që të mbetet sërish në pushtet kësaj herë si kryeministër i këtij vendi fqin? Natyrisht që kjo duhet të shikohet në shumë drejtime, nuk është vetëm një synim aty, mirë po ka gjetë një moment përshtatshëm edhe një temë e cila është shumë e rëndësishme dhe e ndjeshme edhe për Kosovën edhe për Serbinë, dhe ai e shfrytëzon këtë moment kur ka vlime politike në Serbi, sidomos një opozitë e cila për disa vite me radhë kishte bërë protesta shumë të ashpra kundër Vučićit, por njëkohësisht kjo ide, po e them kushtimisht ide, sepse këtë që nga viti 1999 Serbia e ka pas ndërmend ose ta aneksoj atë pjesë dhe t'ia bashkangjesë Serbisë, ose ta shfrytëzoj si mjet për ta destabilizuar Kosovën. Dhe natyrisht e gjitha kjo ndërlidhet ngushtë edhe me lëvizjet e brendshme politike në Serbi, po lidhet edhe me lëvizjet në vijën e frontit në luftën Ukrainë-Rusi. Sepse për Serbinë shpresë e madhe është Rusia dhe pikërisht Rusia është ajo që ka ndikuar që përmes Serbisë ta mbajë problemin Kosovë-Serbi ende të varur dhe të mbajtur në pezull, pa i dhënë zgjidhje përfundimtare, edhe pse ka pas një tryshni ndërkombëtare edhe amerikane edhe evropiane, megjithatë Serbia nuk ka qenë në gjendje që të ulet dhe të bisedojë seriozisht për problemet mes Kosovës dhe Serbisë, por gjithmonë ka gjetë një arsyetim për të zvarrit ato bisedime, sepse zvarritja në fakt i konvenon ma tepër Serbisë, jo ma tepër, po i konvenon vetëm Serbisë, jo edhe neve. Për neve, sa ma shpejt që do të zgjidhnim problemin me Serbinë, do të ishte në interes të tonin, sepse kjo do të na hapte mundësit të ecim përpara më tutje, meqense ne si shtet jemi shumë rapa, jo vetëm për shkak të dobësive që i kemi në kuptimin politik organizativ të mëshme, po edhe për shkak të historisë tonë në për cilin kemi kalu si region në përgjithësi, po tani edhe si një shtet i ri, i cili fillimisht është mbikëqyrë nga Bashkia Ndërkombëtare, pastaj këto kompetenca gradualisht po kalojnë te institucionet vendore, mirë po me shumë vështirësi për shkak të pikërisht problemit që i kemi me Serbinë. Dhe tani kjo me reja me Ujmanin është një aset, po them, në durët e politikës të Vučićit, i cili që nga ajo kohë kur Milošević ka qenë në pushtet, edhe në atë kohë është pa më rëndësi ky region, kjo pjesë këtu, për shkak se e din shumë mirë që ekonomia e Kosovës dhe jo vetëm ekonomia varet shumë nga liçeni i Ujmanit. Me këtë nuk po du të them që vërtet e kemi një kërcënim shumë të madh mbi kokë dhe se do të realizohet ajo, mirë po e flas si një mundësi që mundet me ndodhë varësisht edhe prej rrethonave ndërkombëtare që sillen, varësisht edhe prej dijes tonë se që sillemi ne kombëtar, sepse Ujmani nuk është më çështje vetëm e furnizimit me ujë, sepse furnizon me ujë, por nuk është vetëm çështje furnizimit me ujë, nuk është çështje vetëm e industrisë, sepse ndihmon një industri, nuk është çështje vetëm e energjetikës. Ju dini mirë që energjetika në obligj këtu shfrytëzon shumë sasi të mëdha të ujit nga po ai liçen. Po ashtu furnizohen
edhe liçeni Badovcit në rast nevoje ka mundësinë për të furnizuar për ujë të pijshëm nga po ky liçe dhe nisër varësisht që krijohen nga ana e Kosovës drejt këtij liçeni janë ato të cilat e shndrojnë këtë liçe në një aset sigurie të lartë. Dhe kur themi aset të sigurisë së lartë, nënkuptojmë që armiku gjithmonë kur sulmon aty ku jeti më i ndjeshëm dhe aty ku ka mundësi me të shkaktu dëme sa më të mëdha në mënyrë që me të defunksionalizu dhe mundësisht me të nënshtru. Dhe pikërisht ky liçe është një prej atyre aseteve të rëndësishme të Kosovës, po që mund të keqpërdoret nga ana e Serbisë në dëm të Kosovës. Dihet që burimi i këtyre ujrave fillon nga Mali i Zi, kalon nëpër Serbi dhe pastaj vjen në Kosovë dhe prap del në Serbi. Mirëpo janë disa komuna të Kosovës që furnizohen me ujë prej këtij liçeni, është Mitrovica, është Voshtrria, është Obiliqi, një pjesë e Prishtinës, Drenasi, Skenderaj, pra gjitha këto furnizohen me ujë prej këtij liçeni. Dhe çfarëdo kërcënimi që do të mund të ndodhte, siç e patëm rastin në kanalin e Varragës, 29 nëntor. Do t'i shkaktonte probleme shumë të mëdha ekonomisë së Kosovës, po edhe sigurisë, edhe stabilitetit ekonomik, edhe të sigurisë, sepse këto pastaj shkojnë zinxhir një ana me tjetër, një ana shkakton valë zinxhirore tek problemi tjetër. Zoti Geca, doja ta citoj një lajm të Radios Evropa e Lirë në ndërlidhje me këtë. Profesori serb analisti politik Žarko Korać ka kritikuar ashpër presidentin e Serbisë, siç thuhet Aleksandar Vučić, duke akuzuar se po përdor tensionet rajonale dhe retorike nacionaliste për qëllime të brendshme, po përpiqet sipas asaj çfarë ka thënë Korać në Radion Evropa e Lirë. Vučić po përpiqet të krijojë imazh një lideri që është mbrojtës i të gjithë serbëve përtej kufive të Serbisë. Sipas tij, presidenti serb po rikthen në diskurs idenë e botës serbe, pikërisht në prag të zgjedhjeve. E përmenda më herët që gjithë ky plan nuk mund të thuhet sipas jush dhe gjithë atyre që njohin Serbinë, shoviniste të djeshme të sotme besa, me këto ambicie rajonale, nuk është që ata janë mjaftuar që idetë e tyre t'i lënë vetëm në ide, por janë provuar që kërcënojnë direkt stabilitetin dhe paqen në rajon. Është provuar kjo. Sa jemi koshqenë sipas jush, ne këtu në pikpamje të... Do t'i kthehemi edhe kësaj pjese. Idetë nuk janë të mjaftueshme në vetvete. Nëse ato nuk zbatohen dhe nuk ndjehet në praktik efekti i tyre, ato nuk kanë kuptim, por gjithmonë kur dalin si ide, dalin me qëllim që në fund të ketë një rezultat prej asaj ideje. Dhe këto kërcënime që i kemi pas të vazhdueshme që nga përfundimi i luftës me 1999 nuk kanë përfunduar asnjëherë dhe her pas heri kemi ndje ato pasoja, her ma pak e her ma shumë. Dhe gjithmonë kanë ndryshuar formën e vet, pamjen e vet, dukin e vet, mënyrën e dhënies së efektit, mënyrën e shfrytëzimit të atyre ideve. Dhe ka pas mosdëgjueshmëri qytetare, siç ka edhe sot ende në pjesën veriore atje në Mitrovicë. Ka pas kjo mosdëgjueshmëri, her ka qenë më agresive, her ka qenë paksa më but, por në thelb nuk është çrënjos asnjëherë. Ka pas përdorim të grupeve kriminale, të institucioneve, ndërhyrje të institucioneve serbe në veri, po ashtu ka pas ndërhyrje edhe paramilitare, ju e dini mirë rastin e Banskës atje, një rast si më eklatant, më i rëndë dhe më agresiv, po pastaj edhe ajo që përmenëm me
kanalin të cilin u kryi U dëshmo dhe me hetimet që ndihmoi FBI. Shtetet e Bashkuara që ata kishin FBI gjurmë të Shtetet e Bashkuara dhe miqt kanë dhënë dhe po japin një kontribut të rëndësishëm në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë. Shumë pastaj kjo varet edhe ne sa dim të shfrytëzojmë ato mundësi. Burime ndërkombëtare, po. Burime ndërkombëtare, të cilat i kemi në farë forme në dispozicion. Por kam përshtypjen që nga një herë nuk jemi në nivel të ndërgjegjjes politike dhe kombëtare për sa i përket raporteve me veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe me evropian disa shtete të fuqishme, të cilat bashkëpunimin e tyre e kanë të sinqert për aq sa i mundsojnë kushtet, rrethonat dhe mundësit, jo pse kanë ndaj përfitim direkt në Kosovë në kuptimin ekonomik, por më tepër është interes gjeostrategjik. Prandaj, kur janë interesat gjeostrategjike në pyetje, atëherë për shtetet si Kosova është një moment i artë për të shfrytzuar këto situata, sepse ti nuk po eksploatohesh ekonomikisht, por aseti yt i shkëlqyeshëm është këtë rast pozicioni yt gjeostrategjik. Dhe kjo po ta mundson ty me pas një mbështetje të fuqive të mëdha, të cilat në farë forme janë jo vetëm se të kanë kriju si shtet, po janë edhe garantu si ecjes tonë dhe ma tutje përpara si shtet i ri dhe i pa konsoliduar deri në fund, sepse dihet shumë mirë që ne ende kemi shumë punë në kuptimin e përmbylljes dhe dizajnimit dhe përmbylljes së strukturës së mbrojtjes dhe të sigurisë, të cilat ende kemi nevojë për ndihmë ndërkombëtare. Qoftë ajo përmes aktivitetit bilateral të shteteve përëndimore me Kosovën, qoftë përmes NATO-s, e cila është prezente këtu në Kosovë, dhe që ndihma e të dyja palëve nuk ka mungu asnjëherë për aq sa kemi ditë na me kërku dhe me shfrytëzu. Nuk e di nëse mbarova se du ta bëj ma nëse mund të them ma interaktiv bisedën. Cilat janë rreziqet tjera që Kosova aktualisht i ka nga kjo Serbi, në pritje që atje po them të rietablohet në pozitën e kryeministrit autokrati Vučić? Që tash po fokusohemi më tepër te Ujmani, sepse nuk është deklarata thjesht e thone sa për një konsum ditor, është pak më serioze, edhe në qoftë se nuk shkohet asnjë hap më përpara me deklaratën e Vučićit. Për shkak se kjo ka qitë në sipërfaqe një gamë të veprimeve që duhet me ndërmarrë qeveria e Kosovës këtu e tutje, sidomos në aspektin e përplotësimit të dokumentave të mbrojtjes dhe të sigurisë, të cilat janë të domosdoshme dhe gjithmonë kanë një nevojë për riplotësim, sepse dalin me kalimin e viteve dalin ide të ndryshme, rrethonat ndryshojnë, kërcënimet ndryshojnë, prandaj edhe ato duhet të plotësohen dhe me këtë deklaratë unë kam kuptuar që Kosova ka shumë punë për të bërë në atë pjesë të territorit të saj. Për shkak se kërcënimet mund në një moment caktuar të jenë shumë serioze dhe mbrojtja nuk nënkupton thjesht dërgimin e trupave atje të një personi, qofshin ata persona, qofshin ata policë ose ushtarak, dhe vendosin e tyne, sepse ti mundesh edhe ta rrethosh liçenin me ushtare policë, po ajo nuk është i vetmi element për siguri dhe për mbrojtje, po këtu hyjnë edhe shumë faktorë tjerë. E sidomos këtu duhet merret në konsiderat pozicionimi i fuqive të mëdha. Po e përmeni një rast jo dini fare mirë që ka pas një tentativë që të ndërtohet një termocentral në Obiliq, këtu ku janë këtu. Condor Global dështoi ai projekt, nëse flasim për të. Projekti i cili dështoi, po sigurisht.
Dhe shumë kujt kur e kanë shiku gjithë këto, e kanë shiku vetëm nga prizmi ekonomik. A kemi dobi, a s'kemi dobi, bile ma tepër kanë kthyer për një prizmi politik të interesave të brendshme, se sa edhe ekonomik, se edhe ekonomik ka qenë i nevojshëm. Po për interesat ngushta politike, për t'i vënë ndërskamca njëri tjetrit, dështoi projekti, po me këtë dështim projektit nuk ka dështu vetëm projekti si projekt ekonomik, po edhe si projekti sigurisë. Ajo do të forconte sigurinë e Kosovës. Qysh do ta forconte? Kontra Global dihet është një kompani ndërkombëtare amerikane, e cila do të ishte e pranishme këtu dhe ata nuk do të investonin dikun ku nuk do të krijonin paraprakisht sigurinë. Dhe cila është siguria? Ata do të siguroheshin si do të trajtoheshin ujërat e ujmonit dhe kush do t'i kishte nën kontroll. Kjo automatikisht shkon në interes të Kosovës, në dobi të Kosovës. Po të ndodhte ky investim, Serbia nuk do të shkonte deri në situatën për të kërcënuar Kosovën se do të ndryshonte rrjedhën e lumit. Absolut nuk do të vinte në shprehjen e kërcënimit i tillë, sepse Kontra Global edhe qeveria amerikane më njëherë do t'i japnin, do t'i banin me dije Serbisë dhe do t'i qartësonin që ky është një aset ekonomik edhe i Kosovës edhe amerikan, të cilin ti nuk guxon me e kërcënu fare. Mirë po tash në situatën çfarë jemi sot... Kosova nuk do që një politikë të mençur, strategjike afatgjatë, thu Gecaj. Në kuptimin afatgjatë, në fillimisht ideja... Se për investime strategjike dhe afatgjate. Po sigurisht. Fillimisht ishte ide e mirë, ishte ide e shkëlqyeshme, sepse përfitonim edhe në aspektin ekonomik. Natyrisht, po. Mirë po, çka është më e rëndësishme edhe në aspektin e sigurisë. Sepse kur e keti prapa kësaj ekonomie edhe dikën që don edhe ka interes me sigurue, atëherë ti e ke siguruar jo vetëm atë objekt, atë projekt si projekt, po e ke edhe sigurinë e përgjithshme në shtet, sepse çdo dobësi, çdo dështim i cilit do hall në zinxhirin e funksionimit të shtetit do të reflektonte edhe në ekonominë dhe përfitimet e atij biznesi. Pas këtij e kemi Gecaj edhe sjelljen e qeverisë lidhur me gazin e lëngshëm amerikan. Po. Në njësë tjetër, kjo qeveri edhe në detyrë që është aktualisht, nuk është e gatshme ta pranojë një projekt të tillë strategjik. Sa ndikon kjo klim e raporteve që ndërton Kosova, po them, politika zyrtare me aleatët? Kjo sa e trimnon një këjshi fashist që është Serbia? Po duket qartë që Serbia gjithmonë po merr guxim edhe forcë pikërisht për shkak të lëshimeve tona që i kemi këtu, për dalë me deklarata të tilla dhe veprime konkrete të tilla. Cili do që do të kishte ndërmarrë veprime kundër një shteti çfarë ka ndërmarrë Serbia kundër Kosovës, do të ndëshkojë Iran. Mirë po shohim që Serbia nuk po ndëshkohet aq rand prej aspekt bashkisë ndërkombëtare. Bashkia ndërkombëtare po e ruan vetëm një farë stabiliteti, po e mon krizën nën kontroll që të mos eskaloj deri nëpër masat sa më pastaj s'mund ta kontrolloj. Mirë po nuk po i jep ndëshkimin që meriton Serbia për shkak se edhe ne po bëjmë gabime në pjesën tonë, përmenëm Kontra Global njëherë, pastaj gazin e langshëm për cilin fillimisht kishte qëndrim shumë të premtë kryeministri që nuk do të merren me ta fare. Pastaj kishte ide që jo do ta bëjmë, po do ta bëjmë diku tjetër, do ta marrim prej Shqipërisë anej. Këto deklarata janë spekulime thjesht në nivelin politik. Pse po e tham këto? Jo, nuk po e tham se ka mone ndaj qëndrim politik në raport me politikën ditore, por po e tham edhe këtë po ndërlidh me aspektin e sigurisë të vendit. Pra, e dobëson një deklarat e tillë sigurinë e vendit për shkak se dihet shumë qartë që qeveria jonë dhe qeveria shqiptare nuk janë ulë me biseduar për këtë çështje. Prandaj nuk ka kurrë gjë në këtë drejtim. Thjesht është një deklaratë e njëanshme e kryeministrit ton,
i cili e din fare mirë që kjo për veshin e secilit shqiptar që do venin e vetë është shumë e këndshme, sepse na kemi dëshirë me u lidh me Shqipërinë në çdo aspekt, edhe Ka paqartësi edhe klasifikimin nëpërmjet tapit që vjen atje në Vlorë, po ka paqartësi shumë edhe. Mirë po paqartësitë janë të mëdha edhe në atë drejtim, mirë po është shumë e qartë edhe qëndrimi i kënej nga ana e qeverisë Kosovës, e cila heziton me marrë gasin amerikan. Dhe pasojat janë pak a shumë mund të bëhet një paralele me kontragloballin që e përmena, kur thash që po t'ishte kontraglobali do të forconte sigurinë. Edhe po ashtu gasi i lëngshëm amerikan forcon sigurinë, sepse fuqitë e mëdha i mbrojnë asetet e veta ekonomike kudo që i kanë në botë. Dhe kjo automatikisht përveç përfitimit ekonomik që kemi nevojë për to, nuk është që s'kemi nevojë, kemi shumë nevojë, po flasë qytetari thjesht, mirë po është edhe aspekti i forcimit sigurisë. Nuk ka pavarësi energjetike. Kosova është e varur në aspektin energjetik. Ujëra nuk kemi të mjaftueshme as për të kriju energji me ujë, sepse e kemi vetëm vallaqen të ujmani atje, nuk kemi diçka tjetër serioze po flas. Kështu që çdo ofertë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë në interes të Kosovës. Është fatbarësi që ato oferta me aq sa kum pa dhe kum kuptuar, nuk kanë qenë të kurzume me diçka që kishte me dëmtu Kosovën planin afatgjatë. Vazhdoni diversifikimin e sektorit energjetik, krijoni burime alternative të prodhimit të energjisë, por interes strategjik është që gasi i lëngshëm amerikan të shtrihet në gjithë relivin e Evropës lindore, që gjithë kontinenti pastaj të heqë varësinë nga varësinë nga ndikimi i gasit rus. Ka edhe një logjikë thjeshtë këtu. Nuk është veç ekonomike. Po sigurisht. Përderisa krejt shtetet në region këtu e pranojnë gasin, amerikanë vetëm ne e refuzojnë. Çka do të thotë kjo? A do të thotë që na jemi një fuqi ekonomike që s'kem nevojë për kërkan tjetër? Jo. A do të thotë që kem sigurinë maksimale me kapacitetet tona ushtarake dhe policore për të mbrojtë territorin dhe ekonominë tonë? As këtë se kemi. Dhe nuk e ka kërkush në Ballkan, të mirëm i vesh. Të gjithë janë të varur prej dikujt tjetër. Serbia ndërvarshmëri, po. Ndërvarshmëri ka. Serbia këtë e ka zgjedhur më mirë se të tjerët, s'paku deri më tani, edhe përkundër një të kalume historike shumë të keqe në Ballkan, të cilën krejt e dënojnë edhe Shtetet e Bashkuara, edhe Evropa, po ja që prap din me menaxhu dhe me udhëheq më mirë se në tjerët. Në një drejtim, për aq sa i ofron mundësi ka mbështetjen ruse. Dhe ekonomia serbe e lidh në bukur ngushtë me ekonominë ruse. Në tjetër anë, një segment lidhet me kinezët. Tjetra anë tash ushtarakisht edhe me Izraelin. Ushtarakisht tash po përafrohet edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo i hap derën për të antarësuar me NATO. Natyrisht unë besoj që përderisa nuk zgjidhet problemi me Kosovën, nuk do të ketë edhe antarësim në NATO të Serbisë, sepse këto dy shtete ose duhet të hyjnë paralel në NATO, ose e para hyn Kosova e jo Serbia, nëse mbetet ajo ende shkaktare e problemit. Por kjo po e përgatit terrenin e vet, infrastrukturën e vet, edhe ligjore, edhe politike, në mënyrë që kur të vjen një moment i caktuar, ta ketë derën hapur edhe për hyrjen në NATO. Kecaj, ju jeni ushtarak. Në doktrinën tuaj, në pikpamje të këtyre llojeve që të politikanëve që ka Serbia, çfarë është buqisht një trashëgimtare asaj kohë. Për ju si ushtarak, një raport jo i mirë i Kosovës me aleatët viteve të fundit, a e trimnoi Vučićin që t'ja mësy Kosovës, siç e sulmoi me 24 shtator 2023, me 29 nëntor me sulmin në Barak. Sa ka rëndësi që
Kosova çoj lajme se qëndron fort në pikpamje të raporteve të mira me SHBA-t, me shtetet evropiane, e kështu me radhë. Gjë që nuk i kishte, për qeverinë ekziston ky raport i mirë, por në duke të parë nuk kemi parë asnjë vizitë të zotit Kurti në Washington DC, në shtëpinë e bardhë, kështu. Takimet serioze të nivelit natë që afirmohet mbështetja e madhe për Kosovën politike, për ambicin që ka vendi për antarësim në NATO, në Bashkimin Evropian, kështu me radhë. Do shta po e banalizoj pak këtë pjesë, kur është nga pikpamja ushtarake të doja, sa i shfrytëzojnë... Flasim edhe për këtë, po e banalizoj pak në interes qytetarit për me kuptu, në qoftë se unë e ti kemi raportet e këqija në zveti, ti je ma i fuqishëm, edhe unë e deklaroj që jo, mirë i kam unë e raportet me rritin, ndërsa ti thu jo si ki, me mu si ki mirë, atëherë qka është kjo? Natyrisht që s'janë mirë. Dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë raportet e mira politike. Në kuptimin geostrategjik afatgjatë, ajo ka interesat e veta dhe synimet e veta jo vetëm në Ballkan, edhe në Kosovë, po kudo në botë, dhe nuk devijon prej tyne. Po mënyra se si zgjidh ajo pastaj ato probleme ndikon edhe tek pala tjetër se a do t'i shfrytëzojnë në interes të vetin apo jo. Në këtë rast, Kosova sot do të arrijë të shfrytëzojnë në interes të vetin këtë mundësi të raporteve të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Kosova nuk e ka bërë këtë gjanë në këto vitet e fundit. Amerikanët në një farë forme çdo gjë që kanë qenë të shtyr përpara e kanë stopuar. Ty fillu prej vitit 2014, po e përmenim edhe këtë situatë kur ishte gatshme me shty që FSK-ja të bëhet ushtria rregull me të gjitha kapacitetet e saj të nevojshme, edhe në bazë të kushtetutës edhe në bazë të ligjeve, por me gabimet e politikanëve tanë ajo u prolongu për një kohë të gjatë. Pastaj u dha mundësia prapë prej anës Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Ministria e Forcës së Sigurisë, si quajnë atë kohë, të shndrohet në Ministri të Mbrojtjes, por jo edhe Forca e Sigurisë të shndrohet në ushtri. Po megjithatë i dha Kosovës sinjal që kena mundësi me ecë përpara, me punu dhe me bashkëpunu në këtë drejtim. Dhe kjo në strategjinë e mbrojtjes së sigurisë ende e mon Kosovën në një pozitë të volitshme për shkak të kalumes historike të saj, në pjesën e periudhës pas luftës së Kosovës, ku partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovën ishte forcu vazhdimisht deri në ardhen e qeverisë Kurti. Kjo tani e ka sjellë në qeverinë Kurti nuk shohin raportet të ndosura Kosovë SHBA, sidomos i referohen aspektit të mbrojtjes. Unë e thash këto raporte në aspektin politik kanë rënë në heshtje dhe po pushojnë, nuk janë aktive, nuk ka dinamik të veprimit. Kurse në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes, ato vazhdojnë të jenë edhe më ato të jenë shumë aktive dhe shumë të mira, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të vetëdijshme për investimet që kanë bërë. Mund ta përdor Geca si ushtarak do të në përgjigje kjo Serbia e Vučićit këtë klim. Serbia dhe Vučići i din edhe këto që po i bisedojmë. Kosovës, prandaj po për të jam sy Kosovës. I din edhe këto që po i bisedojmë, edhe i din këto raporte dhe qëndrimet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën. Dhe e ka të qartë që tani kjo gapi apo zbrasie në aspektin politik të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës shfrytëzohet deri në atë masa don me ofru dëshmi që Kosova është para partnerëve ndërkombëtar, përgjithësi dhe në veçanti evropianë. Me pozicion të dobësuar, po. Me tregu që Kosova nuk është e aftë me udhëheq me menaxhu vetë që unë i shkaktoj Kosovës probleme, i ndërhyj me grupe terroriste, i ndërhyj me grupe diverzante, shkatroj kanale. Edhe komuniteti ndërkombëtar po shihet që është i heshtur. Komuniteti ndërkombëtar hesht për shkak se për të mos hesht komuniteti ndërkombëtar duhet të jenë raportet politike dhe diplomatike
në nivelin e duhur. Shqetësimi është i madh se në Washington në për korridorët të Senatit dhe Kongresit, korridorët e Senatit dhe Kongresit po ushtojnë, po gjymojnë nga lobi serb që është aktivizuar si kur më përpara. Është aktivizuar lobi serb. Ndërkohë që lobi shqiptar shumë është jo pasiv me dëshirën e tij, por duke që ka shkputje totale. Është e qartë që ka shkputje, mirë po ai inercioni i raporteve të mia të mëhershme ende po e man Kosovën në një pozicion të mirë. Po dikur dhe mund të Po me kalimin e kohës, dikur mund të ndryshoj gjendja. Nuk ka situata që nuk mund të ndryshojnë edhe nuk mund të marrë një formë tjetër. Nuk them që do ta zhbajnë Republikën e Kosovës. Çështja është a mund të metet si e tillë siç ishte dakord dhe komuniteti ndërkombëtar me këtë republikë sipas Pakos Ahtisarit apo jo? A mund mbetet Kosova Ahtisarit Matutja apo jo? Mund të ketë ndryshime mrena për mrena vetë strukturës në kuptimin e stabilitetit ekonomik të Kosovës. Në kuptimin që ja e përmenëm fillim të emisionit tuaj problemin me ujmanin. Nuk do të thotë që ti je i sigur që ki me majt ujmanin, me pa tjetër në qoftë se nuk i vazhdon përmirësimin edhe forcimin e raporteve politike dhe diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se e thamë edhe në fillim, nuk është siguri vetëm dërgimi i trupave dhe rujtja atje, po edhe krijimi i raporteve të mira me miqtë e fuqishëm ndërkombëtar. Dhe ajo lidhja ekonomike me interesat e mbrojtjes, si rasti kontraglobal që e përmenëm, rasti i gasit tani, edhe ato janë segment dhe element që do të përfshihen në planin strategjik afatgjatë të mbrojtjes së Kosovës. Përndryshe, pa një gërshetim të këtillë të interesave, Kosova është një shtet jo funksional. Mbetet shtet, por jo funksional. Dhe shtet jo funksional në fakt nuk i konvenon askujt tjetër përveç Serbisë. Nuk i konvenon as partnerëve ndërkombëtar, as Evropës, as Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ata kur kanë vendosur me kriju shtetin e Kosovës, me sa e di unë, ka qenë një studim paraprakisht a ka Kosova resurse ekonomike dhe kapacitete mbrojtëse për të ekzistuar si shtet. Në atë kohë është vlerësuar se i ka ato kapacitete dhe në saj... Ahtisari ka vërkatësuar, po. Po. Ahtisari, shumë e saktë. Edhe në bazë të atyre vlerësimeve, atëherë është vendosur që Kosovës t'i jepet mundësia që të krijojë një shtet dhe e bani shtetin. Edhe me 4 shtator në Washington, kur në atë kohë në 2020 ishte kryeministër zoti Abdullah Hoti, njëra prej pikave ka qenë se si gjithë liçeni i Imanit shndrohet në shans zhvillimor ekonomik në kuadër të raporteve bilaterale, të hapjes së një korridori të mirë. U pat propozuar edhe që ai liçen ta mbaj ta ketë emrin e presidentit Trump, po talleshin kolektivisht, një pjesë e komunitetit, po, me të për sot jemi në situatën që për të gjerë bilancin që kursi politikës jashtme që ndodh që Kosova nuk është koherent me interesat e mëdha që duhet të ndishte vendi. Thonë kritikët kështu, Gecaj. Në atë marrëveshje kishte një qasje serioze në raport me këtë pjesë, pra po flasim për ujmanin, edhe më atje e që ndërlidhet edhe me sigurinë. Më dërgova atje se e shtruat vetë në Zanafil, në historik të problemit. Kjo në fakt u vrejt edhe kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës morën përsipër që të bëjnë fizibilitetin e asaj pjesë. Dhe pse bëhet fizibiliteti? Bëhet për arsye se don që paraprakisht të sigurohet që nëse bën investime në Kosovë, ta di ku po i bën investimet dhe cili do të jetë fati dhe ardhmja aty në investimeve. Dhe pikërisht për këtë arsye, Trump në atë kohë ishte interesuar që të krijojë një grup për fizibilitetin dhe ta ketë të qartë
ku është Kosova në kuptimin ekonomik, pastaj edhe të sigurisë, sepse këto janë të lidhura ngushtë njëna me tjetrën. Ajo marrëveshje nuk u zbatua nga ana e Kosovës, nuk u posa zbatua. erdhi në pushtet. Zoti Kurti me zonjën Vjosa Osmani, cila së fundi u shfaq një militante e madhe interesa pro-amerikane, por për sa kohë që ishte në pak me Kurtin, nuk bëri gjë për ta bekuar për zbatimin në fundament të kësaj marrëveshje të 4 shtatorit me Shtëpinë e Bardhë. Ishte një marrëveshje bilaterale Kosovë-SHBA. Ju po e thoni që presidentja u shndru në militantët e interesave amerikane, po do të thosha prapë në interesat e veta. Në atë kohë kur kishte interes që të jetë në dukje pozitë, po, si presidente, atëherë ju përmbajt asaj vizë që mund t'ja garantoj qëndrimin e saj në pozitën e presidentes. Tash, ideja ishte që me zotin Kurti nuk do të mund të qëndroj në pushtet, dhe shpresa e saj ishte Amerika, prandaj u rreshtuan me interesat amerikane. Pra ajo po I kqyr interesat e veta prap, nuk ka seriozitet këtu. Serioziteti është I qëndrueshëm atëherë kur qëndrimet mbeten konsistente, të vazhdueshme. Jo të ndryshojnë prej momenti në moment, prej mandati në mandat. Dhe këtu nuk ka pas konsistencë në këtë rast. Shumë konsistent ka qenë kryeministri I Kosovës Albin Kurti në qëndrimet edhe pse negative, por ka qenë konsistent në ato qëndrimet vetat. Ka qenë kundër investimeve amerikane në Kosovë, e ka majt atë qëndrim duke fillu edhe prej kontra global në atë kohë, edhe si opozitar kur ka qenë fuqishëm ka qenë kundër këtyne investimeve, edhe në pozitë kundër gasit amerikan dhe investimeve tjera, ndonë se amerikanët ofruan edhe alternativa dhe e bën të qartë që ne nuk po ju pengojmë, ju zhvilloni kapacitetet e juja që ju mendoni që mund t'i zhvilloni. U pranua projekti për baterijat, për rujtjen e energjisë elektrike, u ndan mjetet për atë projekt, mirë po duket qartë që edhe ai projekt u pranu sa për të kalu një fazë të mosmarrveshjeve dhe të zbutjes së atyne qëndrimeve amerikane karshi Kosovës dhe projekti ende nuk ka startu dhe ka mbet aty ku ka qenë fillim. Ti është një politike jashtme, një kurs I politikës jashtme që Kosovën po e shpijen, sipas jush që dalte pyetja tjetër. Kjo po e qënë drejt një dobësimi të vazhdueshëm, një trajtshëm, ngadalshëm, të pahetueshëm shumë prej mosave. Në pamje enklave kështu, që përfasohet nga politikan grindavec, që nuk çmojnë historikun e atij raporti fundamental, po them, për këtë faktorizim që kanë sot shqiptarët. Nuk po çmohet, natyrisht që shumë herë na është thonë edhe në mënyrë direkte nga ambasada amerikane që këto gjëra që po I bëni nuk po na pëlqejnë neve, po na kemi vazhdu edhe ma tutje dhe kjo nuk përfundon mirë. Por unë megjithatë prap jam optimist që gjanat kanë me u kthy në binar të saj, por me pasoja këto të cilat edhe humbje kohë, por ma e rëndësishme është kur flasim për pasoja këto të cilat janë gjurmë për vite në vijim, në të ardhmen. Dhe kjo nuk është mirë, kemi mujt me ecë shumë përpara. Kosova edhe gjatë viteve 90-ta, në fakt, Kosova e populluar me shqiptarë që prej 125 vitesh në pushtimin e Serbisë, e Jugosllavisë, Gecaj ishte përballur me një mision vetëm, shoven serb, që të shprazej, që të hiqej, të mos mbetej asnjë shqiptar në Kosovë. Kjo qasje shovene e Serbisë po vazhdon në mënyra të ndryshme. E pam dhe deklaratën e asaj ministrës së pushtetit lokal, që po të isha unë vend të Miloševićit, do ta bëja spastrim, nuk druan fare për këtyre deklaratave. Që shëbo me që kry një Serbi që ende lundron
me duart që ka të gjakosura me gjenocid të shkaktuar në Jugosllavi, edhe në Kosovë të jap kësi paralemrime. Për një Kosovë që vazhdojnë ata të menojnë, ta kthejnë, të letë para pritërive ortodoks serb, para ushtarëve aty, mbi mitin e rënd të tyre, e tjera. Po e ushqejnë atë lloj nacionalizmi që kështë e shkaktuar luftra gjakdhere dhe gjenocid. Ende, që shëbo kjo punë. Në botë nuk është që... Të tolerohet nga komunitetin ndërkombëtar, nuk është që nuk është e njohur që situata të tilla tolerohen. Dhe nuk është vetëm rasti i Serbisë. Ka edhe raste tjera. Zemër të Evropës jemi, si të qoftë. Mirë, kjo është rasti në zemër të Evropës. Po unë po vlas në botë, ka edhe në vende tjera, pra ka edhe në Evropë. Sepse kjo është një plagë e vjetër e Evropës, nuk është diçka e re. Dhe kjo ka vazhduar edhe para luftës parë botnore, edhe në luftën e parë, edhe në luftën e dytë, dhe është aktuale edhe deri më tani, sepse pikërisht në këtë pjesë të Ballkanit thyen shtizat e superfuqive, të lindjes dhe të perëndimit. Ai që din ma mirë me shfrytëzue momentin e dhanë politik, ai qëndron ma shumë s'ka rëndësi a ka bot këqia a s'ka bo, sepse ka një forcë pas vetë. Ditë luaj. Din me lujt lojën. Na nuk po di me lujt lojën sa duhet. Në momentin që po na duket se jemi shliru pak, na po mendojmë që u kry çdo gjë dhe krejt jemi në rregull. Po kjo nuk është serioze në kuptimin e shtetformimit dhe ecjes përpara, sepse nuk ka kërkon botë në asnjë shtet ku një qeveri, një shtet mund të thotë që na jemi mirë, kemi kry krejt punën tonë, na jemi rahat, s'na nguc kërkush në shtëpinë tonë, edhe mujna me vazhdu punën tonë ashtu që ç'dojmë na. Jo, edhe kur je qetë, kur nuk ki probleme, duhet me u angazhu me rujt raportet e mira me miqt që nesër mujnë me t'u gjinë për ditë vështira. Pra, kanë thonë edhe aje proverbi, miku njihet në ditë vështira. Dhe ne këto momente po i harrojmë. Sa po na duket që kemi diçka në dorë, atëherë po injorojmë ato. Kurse Serbia nuk po e bën këto. Serbia gjatë gjithë kohën ka presione prej gjitha drejtime, prej gjitha anëve, ka pas presion edhe të 98-99 edhe për i Rusisë, ku Rusia në farforme e ka mbështet perëndimin për bombardimet e Serbisë. Po ajo prap nuk ka krijuar armiqësi me ata që dikur i kishte miq. Po prap i ktheu në miq të saj. Edhe i bani miq, edhe Rusinë, edhe Kinën, edhe vazhdon të krijoj miq. Na nuk po e bojmë këto, a nuk kemi pas miq. Si para ka druni se kjo Serbi politikisht po them duke e pa shtratën trajektoren politikës si po lëviz, një dialog që fundit nuk i shihet zbatimi i asnjë marrëveshje. Realisht ka pezullim të zbatimit të çdo gjëje në marrëveshje, edhe pse kritikët thonë që pjesë e asaj marrëveshjes domos teorit po zbatohen në terren nga ona e Kosovës e tjera, por komuniteti ndërkombëtar është i shqetësuar që vullnet politik të qartë artikuluar as nga Kosova as nga Serbia nuk ka për të zbatuar detyrimet që kanë marrë në Bruxelles në dritën e këtyre shqetësimeve, kur një dialog nuk po prodhon zbatim konkret në terren. Sa mund ta agravoj situatën deri në masën që Kosova vërtet të shqetësohet për një mësymje të Serbisë? Nuk them se do të, ose s'pako tani për tani, nuk është një momentum i tillë ku Serbia mund ta marrë guximin ta sulmoj Kosovën ushtarakisht, sepse ka disa parakushte tjera që duhet t'i plotësohen asaj për me marrë atë guxim edhe me bën një sulm tillë. Po e keqja është që ne nuk po i shfrytëzojmë situatën në interes tonë, në dobi tonë që Serbia as mos mendoj në atë drejtim. As mos mendoj. Dhe Serbia nuk guxon të mendoj në atë drejtim kur ne të kemi një partneritet të fuqishëm, të sinqert dhe real me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me disa shtetet fuqishme evropiane dhe me NATO.
kjo është garanca e ekzistencës edhe një stabiliteti të Kosovës. Përndryshe pa këto, Serbia do të shkoj me ato ngacmimet e her pas hershme, me shpresën që një ditë mund edhe të ndryshoj situata gjeostrategjike në botë dhe ta fuqizohen Kina dhe Rusia dhe në atë situatë, në atë moment, Serbia trimnohet edhe ma tepër dhe atëherë merr guxim për ta sulmuar Kosovën, po deri atëherë ajo ashtu e lexu situatën e përgjithshme. Çka po ndodh në lindje atje, çka po ndodh me Rusinë, Ukrainën, çka po ndodh me Iranin, apo do psohet Amerika apo jo. Edhe po e marr një farë vazhdimësie të provokimeve në raport me Kosovën që në qoftë se një ditë e kanë deklaruar edhe vetë, qoftë se një ditë i jepet mundësia, atëherë do të kthehemi në Kosovë. Dhe asnjëherë nuk e hjekin atë sloganin kad se vojska ra Kosovë vrati. Kur ushtria të kthehet në Kosovë, ushtria serbe kthehet në Kosovë. Ne do të jemi të koshient shumë për atë çfarë po ndodh. Ju keni edhe deklaratën e Vučićit para promovimit të oficerëve të ri para disa ditëve, ku ju tha që e ardhmja i është kthimi i Kosovës mbrana mesazhi Serbisë, po. Mesazhi drejt për drejt dhe i qartë. Mirë, po krejt këto mund të realizohen kur na ja krijojmë kushtet Serbisë për me ndërhyrje në Kosovë. E na ja krijojmë, ty i prish raportet me miqtan. Një e fundit kjo, një mësymje e madhe, jo veç e pas luftës nga viti 99 e këtej, por ishte orvatje edhe e Serbisë së Miloševićit, që edhe luftën shlirimtare ku ishit vetë në atë luftë për lirinë tonë, në UÇK, u përpoq Serbia të jap karakter fetar, religjioz, gjë që nuk arriti, dështoi në kohën e UÇK-s. Vazhdoi kjo Serbi, edhe në pas 99-s e këtej, të bëj invazion duke rekrutu klerik, të cilët do ta radikalizonin popullsinë. E rrjedhimisht ky radikalizim do të shndërrohej në kërcënim për raportet tona edhe me aleatet, për ambicien tonë politike, për universin, për këtë galaktike në civilizimit që i takoj me kështu me radhë. A ka nuhatur me vonesë Kosova këtë problem të Serbisë, këtë mësymje të Serbisë, këtë plan për të rekrutuar, për të bërë spion, siç i shohim lajme të ditë mbi islamin politik, do të gjecaj. Për fat keq, Sa pendjim këtë rrezik që nuk është fetar, nuk është plan i mirë menduar për të bërë pikë 5. është fatkeqësi që ka njëherë qeveria jonë, qeveritë tona, jo vetëm njëna, po të gjitha në vazhdimsi prej pavarësisë Kosovës e kënej, nuk kanë qenë gjendje ta kuptojnë se çka po ndodh në këtë fushë, në këtë segment që ju përmend me islamin në Kosovë. Kur flasim për islamin në Kosovë, në fakt na s'po flasim për islamin. Po flasim se islami është diçka tjetër. Po flasim për një prekje të sentimentit të popullatës tonë duke kamuflu mrena islamit. Edhe tash ty e di që njerëzit janë të ndjeshëm në raport me fenë, në raport me besimin, atëherë vetëm e kanë marrë fasadën e islamit edhe po e përdorin për qëllime politike armiqësore kundër Kosovës. Dhe është një grup i kufizuar, grupi fatbarësisht, pjesa më e madhe e klerikëve, hoxhallarëve janë vetëm në zor të madh në një klim të kërcënimin nga ky lloj, që mendojnë se interpretimi origjinal i islamit janë ata e jo të tjerë, jo shkolla tjetër. Ata kanë konflikt edhe mes vetë. Sakt. Një grup ma racional. Që bo po thëmë na me mos me ndje këtë do të dalim edhe aty, po shiqo, Serbia para se me hy në luftë me Kosovën, ajo ka pas disa strategji çysh do të veproj me shqiptarët në Kosovë. Në qoftë se vjen situata me hy në luftë, nëse fiton luftën, në rregull. Nëse humb luftën, çka duhet me bëu tutje? Edhe kjo pyetje shtrohet gjithmonë.
të palja kundërshtare. Dhe ata e kanë përgatit terrenin shumë mirë. Jo e mani mend se nuk jeni edhe shumë i ri, që sulmi i parë që ju ka bë Kosovës para lufte ka qenë arsimi. Dhe aty është bë fillimisht ai segregacioni, ndarja serb në pjesë të objektit, shqiptar në pjesën tjetër, ose në objektet ndryshme, edhe dikur edhe largimi i shqiptarëve krejt prej objekteve me helmime të kështu me radhë. Me helmime kështu me radhë, dhe tash kjo periudhë ka ndikuar direkt në uljen e nivelit të arsimimit të shqiptarëve. Na kemi rezistuar sa kemi mujtë dhe kemi bë. Po nuk është ai kualitet sikur kur merret i arsimimit, sikur kur merret në kabinet, sikur kur merret në podrum, i friksum edhe ty e këshyr derën çdo moment kur po hen milicia serbe dhe po na arreston, po na kërcënon, po na vret, po na helmon, sikur kur merret arsimimi në kushte normal. Pse ka bë këto? Këto ka bë që në qoftë se e stabilizon çështjen e Kosovës me ato kapacitetet e veta që i ka pas policore ushtarake dhe e fut në sistem Jugosllav atëherë, apo në sistem përmrena sistemit serb, në rregull. Në qoftë se jo, vjen lufta. Po në qoftë se humb luftën, atëherë këtu gjen terrenin e përshtatshëm të një shtresë me një edukim tult arsimor, një shtresë e cila është dëshmuar që edhe në testin PISA kemi dalë të funit në botë. Kjo është një shaj edhe pasojë asaj që na ka bërë Serbia në përgjithësi si shoqëni, sepse më pastaj ata dikur student që kanë studiuar në podrume dhe që kanë pas vullnetin më të madh të mirë dhe dëshirën më të madhe për arsimim, nuk kanë mujtë me u arsimu deri në atë nivel sa të vedisohen në çdo segment. Dhe tash po shfrytëzohet ky terren edhe nga Serbia përmes një strukture që e ka krijuar që e quhen Islam, po që në fakt nuk është Islam, edhe që po bjen ndesh me këtë pjesën tjetër të hoxhallarëve racional që janë patriotë dhe e dojnë vendin e vet. Absolutisht. Dhe përplasja tash nuk është vetëm mes këtyre dy grupeve, po përplasja po reflektohet edhe të popullatës, se popullata nuk është në gjendje me kuptu çka po mshefet mbrapa kësaj loje krejtësisht. Shumë investime rrezikshëm. Investimet janë të jashtëzakonshme edhe në kuptimin financiar, edhe në kuptimin e regrutimeve. Po e shohim, sidomos këto vitet e funit po arrestohen imam të ndryshëm, po fatkeqësia është që edhe po lirohen. Edhe kjo është një tregues që Islami ka depërtuar në shumë sfera, edhe mbase edhe te prokuroria, edhe te gjyqësia, aty ku merren vendimet, dhe është shumë vështirë me qua çështjet përpara. Ka element bukur shumë të qartë që pikërisht këto grupe që thirrën Islam vranë edhe policin Muhamet Lika, rështerin në Kaçanik, po. Dhe çdo gjë çon me kuptu ka haja që këtë e banën ato rryma radikale, por për fat keq ti sheh njerëz që kanë sentiment fetar që dalin mbrojtje të vrasëve e jo të policit i cili përfaqësojnë gjuhë fanatike, urrëtie. Po. Dhe nuk është mbase vetëm punë institucionet të zbatimit ligjit, por duhet të përfshihet edhe akademia, edhe vetë komuniteti i hoxhallarëve, që të heq perden e klimën e friksimit dhe të diskutojnë, sepse hapur po shihet një konstruksion inxhinieruar të mirë i Serbisë për të bërë pikë 5 shqiptarët mbi fen. Pa pranueshme duket kjo. Këtu janë gërshetuar interesa. Kjo nga janë gërshetuar interesa edhe të Rusisë, edhe të Serbisë, po edhe disa shteteve arabe, të cilat kanë për qëllim përhapjen e këtij që po e quajmë Islam radikal. Politik, po. Dhe fatkeqësia është që gjeneratat e reja në Kosovë nuk e majnë mend që na kemi qenë popullsi me shumicë islame edhe para luftën në Kosovë, po s'kemi pas probleme kurrë. Në verason e quajtur islamizëm, shqetësim i madh. Që kjo është ajo që ka quajtur ri islamizëm, po ri islamizëm kuptimi negativ,
jo në kuptimin e asoj fesë mirëfillte e cila promovon faqen. Dashnisë për Zotin, për paqen, për njëri tjetrin me tjetrin. I dedikohet thjesht personit, individit për të një ma mirë në këtë botë. Natyrisht. Edhe me shpresën që në botën tjetër do të gjej ato që ai shpreson. Por kjo tani na ka çuar në një rrugë krejt tjetër e cila ka sjell huti të një pjesë e madhe e popullatës. Akademia e Shkencave nuk e ka guximin me dalë shumë hapur me fol për këto çështje. Vjet është bën një tentativë, ka qenë një konferencë, mini konferencë ku është trajtuar tema shteti dhe feja. Është po çështje sigurisë kombëtare, që nuk ka lidhje me fen, zoti, prandaj pyetës. Sigurisht që ka të bëjë sigurisë kombëtare, kulturore. Një herë duhet ta kemi një fe racionale, një fe që e din vendin e vet, pozicionin e vet, që është e lidhë ngushtë edhe me shtetin, edhe me kombin e vet, dhe pastaj siguria vjen aty ku duhet. Përndryshe kështu, derisa ka shpërputhje mes çështjes kombëtare, shtetit dhe fesë, atëherë siguria është e cenueshme. Dhe shumë konsideroj që shumë më e rrezikshme është një fe kur keq përdoret se sa një politikë e keqe. Politikat janë të përkohshme. Ato ndryshojnë. Çdo 4 vjet mund të ndryshosh politikan. E sheh populli nuk po ban kjo, nuk po ecë ekonomia. Po midisi kulturor është problem me ndryshuar. Por midisi kulturor, narrativa, mendësia, doktrinimi, po. Këtu krijohet edhe mendësi, edhe në mënyrën e të mendumit, më pastaj besimit të gabum, sepse gjithkohën flitet. Një shtet i fortë po të ishte si duhet mirëfilli, i zhvilluar në tona rrafshet e tij, mbase nuk do të lindte vend për këtë lloj fryme të indoktrinimit kulturor. Po e përmendëm në fillim që është kriju një terren i përshtatshëm për me mujt me vepru kjo mendësi. Dhe tani, ata kanë depërtuar edhe në disa institucione mjaft lartë shtetit. Mjaft lartë, dhe ato të sigurisë. Edhe të sigurisë. Po. Edhe të sigurisë. Po. Edhe gjyqësisë, prokurorisë. Problemi më i madh kur depërton parlament, depërton prokurori, në gjyqësi. Këto janë probleme, se për mbrana institucionit sigurisë atje mund ndryshohet kur politika është stabile. Po. Me një qendrim prem, me një direktiv prem, me një urdhër prem, ato rregullohen. Po kur politika është e ndjeshme dhe e lëndueshme, fragjile në këtë drejtim, atëherë dështojnë edhe segmente sigurisë. Prandaj po them që më e rrezikshëm është indoktrinimi fetar se sa ky politik. Të falenderoj Gecaj për kohën për këtë temë, do doja të bisedojmë edhe me një panel profesorësh që kanë sfond kompetent diskutimit edhe kulturor e historik e sigurisë, pse jo, se si Kosova mund të ndërtoj një shtek, një korridor që dal nga ky kurth që mund të ndërtuar dhe e ka ndërtuar armisht tonë. Unë shpresoj që do të ketë edhe hoxhallar, pra edhe klerik në përgjithësi, edhe katolik, edhe ortodoks, racional, do të ketë edhe guxim intelektual për anës të akademisë dhe intelektualëve tjerë, dhe unë besoj që shumë shpejt do të fillohet edhe në këtë drejtim u debatu me ardërit të një konkluzioni përbashkët i gjitha struktura, edhe intelektuale, edhe klerike, edhe shoqërisë civile, gjithsesi, dhe t'i jepet një mesazh i qartë popullit, sepse popullin njëherë për njëherë institucionet vendore, shtetënore e kanë lënë anash, po ashtu universiteti ka ra në heshtje, në gjumë, akademia, dhe populli nuk e ka të qartë, dhe ai që e ka në dorë ma shumë, dhe është ma prezent, ai orienton, ai e drejton. Të falenderoj edhe njerë për kohën, Zoti Hussein Gecaj.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.